Në verën e vitit 1935, një gazetar britanik hebre, Leo Elton, mori rrugën drejt një vendi të vogël ballkanik për të cilin pak evropian kishin dëgjuar diçka, Shqipërisë. Misioni i tij nuk ishte turistik. Elton kishte një ide që tingëllonte thuajse fantastike. A mund të bëhej Shqipëria një ade kombëtar hebre? Diçka e ngjashme me atë që po ndodhte në Palestinën në mandatin britanik? Këtu duhet një sqarim i domosdoshëm historik. Në vitin 1935 shteti i Izraelit nuk ekzistonte ende, ai do të shpallej vetëm 13 vjet më vonë, në 1948. Prandaj thënia Izraeli donte të krijonte shtetin e vet në Shqipëri nuk është saktësisht e vërtetë si formulim. Ajo çka ndodhi ishte diçka më e ngushtë, por jo më pak fascinuese. Një propozim individual, jo zyrtar, brenda lëvizjes sioniste, për ta parë Shqipërinë si vend të mundshëm strehimi, apo edhe si shtëpi kombëtare për hebrejtë e persekutuar, një ide që erdhi e shkoi pothuajse pa lënë gjumë në histori, derisa u zbulua përsëri dekada më vonë. Për ta kuptuar këtë episod, duhet parë konteksti më i gjerë i epokës. Fillimi i shekullit 20 ishte periudha e kërkimit të atdheut për lëvizjen sioniste. Palestina ishte gjithmonë destinacioni qendror, simbolik dhe biblik, por antisemitizmi në rritje në Evropë, sidomos pas ardhjes së nazizmit në pushtën në Gjermani në 1933 e bëri kërkimin për alternativa strehimi një çështje urgjente praktike, jo vetëm ideologjike. Kjo periudhë solli një sër propozimesh të ndryshme për territor hebre jashtë Palestinës. Plani i Ugandës në 1903, territor në Afrikën Lindore Britanike, i propozuar nga vetë Theodor Herzl, që u refuzua ashpër nga Kongresi Sionist pas një polemike të egër. Rajoni autonom hebre në Bashkimin Sovjetik, i njohur si Birobidjani, në 1934. Propozime për Angolën, Tasmanin ose zonat e Afrikës Lindore Italiane. Shqipëria hyri në këtë listë propozimesh të harruara, por me një veçori që e bënte të dallueshme. Ndryshe nga shumica e vendeve evropiane të kohës, Shqipëria nuk kishte histori të dokumentuar antisemitizmi. Kjo tërhoqi vëmendjen e Eltonit. Sipas dokumenteve që gjenden sot në Arkivin Qendror për Historinë e Popullit Hebre, në kampusin Givat Ram të Universitetit Hebraik të Jerusalemit, Elton udhëtoi në Shqipëri me nismën e tij, jo si deleguar zyrtar i ndonjë organizate sioniste. Aty ai u befasua nga toleranca fetare që gjeti një Shqipëri muslimane, katolike dhe ortodokse që bashkëjetonin pa episode të dhunës fetare të llojit që kishte parë në pjesë të tjera të Evropës. Në raportin që i dërgoi Juda Leib Magnesit, presidentit të parë të Universitetit Hebraik, Elton propozoi një proces në 2 faza. Së pari, krijimi i një entiteti kombëtar hebre brenda Shqipërisë në bashkëpunim me lëvizjet sioniste. Më pas, mundësia që vendi të bëhej atdhe për emigrant me kombësi hebre. Ky raport, megjithatë, mbeti pothuajse plotësisht pa jehon. Nuk ka dëshmi se organizata botërore sioniste e mori seriozisht apo e vuri në agjendën e saj zyrtare ndryshe nga plani i Ugandës, që të paktën arriti deri në votim në Kongres. Disa faktore e mbytën këtë ide qysh në embrion. Së pari, mungesa e peshës biblike historike. Palestina kishte diçka që asnjë territor tjetër nuk mund ta zëvendësonte, lidhjen fetare dhe historike me traditën hebraike. Neç Tyjari në Jerusalem ishte thirrje shekullore, ndërsa Shqipëria nuk kishte këtë forcë simbolike. Së dyti, konteksti gjeopolitik. Shqipëria e viteve 30 ishte në ndikimin gjithnjë më të fortë të Italisë fashiste të Mussolinit, që do ta pushtonte ushtarakisht vendin në 1939. Dhe çdo projekt kolonizimi apo migrimi masiv do të përplasej me interesat italiane në rajon. Së treti, koha ishte kundër saj. Presioni real për emigrim masiv hebre u bë urgjent vetëm pas natës së kristaleve në 1938 dhe fillimit të luftës së dytë botërore. Pikë ku mundësitë e emigrimit ligjor po mbylleshin me shpejtësi kudo në Evropë, jo vetëm në Shqipëri. Së katërti, shkalla e popullsisë. Ndryshe nga territoret pothuajse të pabanuara si pjesë të Ugandës apo Tasmanisë, Shqipëria kishte popullsinë e vet të konsoliduar, me identitet kombëtar tashmë të formuar që nga pavarësia e 1912-s. Ironia e historisë është se, ndonë se plani shtetëror i Eltonit dështoi, Shqipëria luajti megjithatë një rol të jashtëzakonshëm në shpëtimin e hebrejve gjatë Holokaustit, por si vend strehimi, jo si ade kombëtar. Në mbretin Zog, që sundoi nga 1925 deri në 1939, Shqipëria u bë destinacion apo pikë tranziti për refugjat hebrejnë që iknin nga Gjermania dhe Austria, veçanërisht pas 1933-s. Ambasada shqiptare në Berlin vazhdoi të lëshonte viza deri vonë në 1938, ndërsa vetë Zogu përkrahu personalisht përpjekjet për mbrojtjen e refugjatëve. Gjatë pushtimit nazist, familje shqiptare muslimane dhe të krishtera fshehen e mbrojtën hebrejnë në bazë të kodit tradicional të nderit, besës, deri në atë mas sa Shqipëria mbetet i vetmi vend evropian i okupuar nga aksi që doli nga lufta me popullsi hebreje më të madhe se sa kishte para saj nga rreth 200 hebrejnë para luftës, në mbi 3.000 në fund të saj. Për këtë,
69 shqiptar u nderua më vonë si të drejtë mes kombeve nga yat vashëm. Për dekada, episodi i Eltonit mbeti pothuajse i panjohur. I harur në arkiva derisa u rizbulua dhe u publikua nga gazeta Haaretz në qershor 2009, nën titullin domethënës çfarë do të ndodhte nëse Shqipëria do të bëhej shteti hebre? Një pyetje thjesht spekulative, jo një pretendim historik për një plan real, zyrtar shtetëror. Marrëdhëniet zyrtare mes Shqipërisë dhe Izraelit u vendosën shumë më vonë, më 19 gusht 1991, pas rënies së komunizmit. Gjatë periudhës komuniste, diktatori Enver Hoxha kishte mbajtur lidhje të ftohta me Izraelin, për shkak të aleancave me shtetet arabe dhe ndalimit total të feve në vend. Sot, Tirana dhe Tel Avivi kanë ambasada të ndërsjella, fluturime direkte dhe një monument kushtuar Shimon Peresit në sheshin që mban emrin e tij në kryeqytetin shqiptar. Historia e shtetit hebre në Shqipëri nuk është, pra, një komplot i fshehur apo një plan zyrtar që Izraeli e la mënjan për Palestinën. Është një dëshmi domethënëse, një gazetar idealist që patë Shqipëria diçka të rrallë në Evropën e viteve 30. Lind pyetja: a është kthyer Shqipëria përsëri pjesë e këtij plani të vjetër?